Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme Shqipëria voton për zgjedhur parlamentin dhe qeverinë e re, ndikimi i së cilës nuk do të jetë vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në trevat e saj. Për ta parë në këtë këndvështrim, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim me zotin Sadri Ramabaja. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ku shikon vendon Kosovës më shumë, një vazhdimsi në Tiranë apo një rikthim i zotit Berisha, apo qoftë edhe i forcave të reja? Me rëndësi është që demokracia të ecë tutje, zgjedhjet të jenë të lira, të pranueshme për gjithë dhe sistemi politik i etabluar. Çështja është se dëshirat janë tjera dhe ajo që presim janë tjera. Ç'është e vërteta Kosovës dhe kombit shqiptar do t'i konvenonte shumë më shumë një ndrrim i brezit, i gjeneratave në politikë dhe promovimi i forcave të reja politike, por siç shihet, një diçka e tillë është ende larg. Pra, pavarësisht asaj që duhet, mundësitë nuk janë që forcat e reja që diskutohet ato hyjnë apo jo në parlament, jo më të vinë në qeveri. Pikërisht kjo është pavarësisht se kësaj radhe qytetari shqiptar ka mundësi që të zgjedhë. Për fat të mirë edhe nga forcat e reja kemi më të profiluara madje forca politike, qoftë të spektrit të djathtë, qoftë të spektrit të majt. Dhe në rast se bëhet fjalë për zgjedhje të urtë, të mençur dhe të dobishme, atëherë do duhej qytetari shqiptar të votonte partitë e vogla. Dhe do duhet i dërgonte në një pension politik partitë e mëdha, ose thjesht i detyronte që ato t'i hyjnë procesit të reformës së thellë. Siç e kemi parë, Partia Demokratike, pavarësisht se ka qenë relativisht gjatë në opozitë, nuk ja ka dalur që të futet në procesin e reformimit. Përkundrazi, madje unë mendoj që dalja në skenë pikërisht e Partisë Demokratike në krye me Sali Berishën i ndihmon mbetjes për edhe një mandat kryetarit Partisë Socialiste Edi Ramës. Në këtë situatë, pra nëse do marrim dy situata hipotetike, çfarë do ndodhte edhe me një 4 vjeçar tjetër të zotit Rama në krye të qeverisë në raport me Kosovën? Nuk do të ishte ajo më e mira e mundshme, por siç thash, ndryshimi atje kërkon kohë. Dhe sigurisht që në rast se partitë e vogla futen në parlament, atëherë do të ketë presion më të madh të brendshëm. Unë po shpresoj dhe po pres që megjithatë asnjë parti politike, pra as Partia Socialiste, mos t'i fitoj shumicën e votave, pak a shumë ngjashëm siç ndodhi në Kosovë, dhe të detyrohet që të ndërtojë qeverinë me koalicione me partitë e vogla. Në këtë rast sigurisht që partitë e vogla do të ishin ato opozita e brendshme, reale, që do të ndikonte pozitivisht në ndërtimin e marrëdhënieve më të mira me Kosovën. Po nëse marrim skenarin tjetër që duket të paktën si më i pamunduri i rikthimit të zotit Berisha në raport me Kosovën? Jo, rikthimi i zotit Berisha edhe është i pamundur, edhe nuk i bën mirë shëndetit politik të demokracisë as në Shqipëri, as përgjithsisht në hapësirën shqiptare. Është për fat keq nuk e ka kuptuar ai që koha e tij ka perënduar. Dhe për fat keq ata që janë brenda Partisë Demokratike dhe që janë figura të respektueshme nuk kanë pas as guximin qytetare, as politik t'ia thonë këtë, që të lëshoj rrugë dhe të vinë në shprehje kuadër tjetër, kuadër i ri. Kjo është edhe njëra prej arsyeve pse Partia Socialiste mund të fitojë më bindshëm për aq kohë sa e ka si kundërpesh Sali Berishën. Sipas gjitha gjasave, nga kjo analizë që ju po shtroni, po bëni, 2030 do na kap me këtë klasë politike të 1990-s. Për fat keq po. Dhe kjo nuk është mirë as për shëndetin e demokracisë, as për prosperitetin e kombit. Por ne duhet të mbijetojmë edhe situata të tilla dhe duhet thjesht që të bëjmë presion të mekanizmat e brendshëm institucional, të strukturat partijake,
të cilës do parti që vije ose vazhdon pushtetin, në rastin konkret të Partia Socialiste, sepse nuk ka zgjedhje. Për fat keq, partitë politike në Shqipëri para zgjedhësh, këto dy partit e mëdha siç cilësoheshin deri tani, ato ka kohë që janë shndruar në korporata biznesi. Nuk janë parti politike të mërfillta, që është e vërteta. Një lloj korporativizmi e ka kapluar, e ka ngulfatër politikën dhe vetëm sa do të arrisin pastaj pabesueshmërinë ndaj sistemit politik dhe ndaj demokracisë. Prandaj ushqehet fuqishëm autoritarizmi në një pjesë të madhe të Evropës lindore, të cilët kanë pësuar pak a shumë të njëjtën smundje.